Komisioni i Ekonomisë zhvilloi sot një seancë dëgjimore me grupet e interesit për paketën fiskale. Në fokus ka qenë sektori i blegtorisë dhe prodhimi i qumshtit, ku përfaqësuesi i fermerëve Gentian Lalaj ka ngritur problematika të shumta që has ky sektor. Ai kërkoi ndër të tjera një barazim të TVSH-s dhe mundësinë që blegtorët vendas të shesin produktet e tyre pa pengesa. Ai theksoi se ekziston një paradoks: qumshti është i kërkuar nga Italia, por fermerët vendas nuk kanë mundësi ta shesin dot në vend për shkak të pengesave ligjore dhe administrative. Ka ferma që nuk u merret qumshti për arsyet që i dim shumë mirë. Kërkojmë barazim TVSH-s sado të vendoset. Detyrohemi të blejmë produktet importuara si misër dhe elb serb, duke humbur mundësinë që t'ua blejmë komshinëve tan, thot ai. Sa i përket krijimit të kooperativave, Lalaj thekson se kjo është e pamundur për momentin. Bashkimin e fermerëve e shohim si diçka të parealizueshme. Nuk po bëhet vllai me vllan dhe jo 7 blegtor bashk. Kooperativat nuk funksionojnë për momentin sepse nuk ka rrugë bashkëpunimi dhe ka shumë humbje që nuk tregohen dot, shtoi ai. Në mbështetje të Lalajt ka dalë deputeti socialist Erion Braçë, i cili theksoi se këto kërkesa janë bërë edhe më parë, por nuk janë marrë parasysh nga Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Ekonomisë. Braçë tha se propozimet e fermerëve nuk shtojnë kosto në buxhet dhe mund të zgjidhin shumë nga problemet aktuale. Problemi është se koha ikën, lopët kalojnë moshën, fermat digjen ose përmbyten dhe propozimet që janë bërë nuk kanë marrë zbatim. Ministri i Bujqësisë mund të reflektonte, por tha që është i kënaqur, tha Braçë, duke nënvizuar mungesën e reagimit konkret nga autoritetet. Kjo seancë dëgjimore nxjerr në pas sfidat reale që përballojnë fermerët shqiptar, çmime jo konkurruese, pengesa administrative dhe mungesë bashkëpunimi mes tyre. Diskutimi i sotëm tregon se për të mbështetur blegtorinë dhe prodhimin vendas nevojiten vendime konkrete dhe reforma që nuk mund të shtyhen më tej.